dhe politike të institucioneve të Kosovës ishte një përmbyllje e rëndë e një procesi të zgjatur edhe për 34 ditë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese pa ndonjë sukses, sepse në thelb kishim një parti politike dhe një kryetar të saj, i cili në njërin anë është i pangopur me pushtet, i do të gjitha, e në anën tjetër është i paaftë të arrijë kompromis minimal. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 15 sosh, kanë qëndruar me plot gatishmëri dhe bindje për të dhënë zgjidhje stabilitetin institucional të vendit. Është kërkuar konsenzus, kemi marrë pjesë në takime, është kërkuar emër, kemi dhënë dhe mundësinë dhe emrin për president. Na janë kërkuar nënshkrimet, janë ofruar ato nënshkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si quorum për një president që ata qunin karate. Ne Vjosën nuk e shohim si quorum për presidentin e tyre që tashmë i kishte votat e tyre, e shohim më shumë se kaq, si presidenti denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk e dhanë nga lëvizjeve vendosje. Sonte, ndër tjerash, u pa dhe një keqpërdorim i institucionit më të lartë të vendit, të kuvendit, në mënyrën se si udhëheq ky proces me një monolog një partijak natyrshëm, me gjuhë çoroditur gjatë gjithë ditës nëpërmjet konferencave për shtyp, që më së paku të lënë shajën e bashkëpunimit e idesë për konsensus. Gjithsesi, tani jemi në fazë të zgjedhjeve. Në këtë fazë, LDK-s edhe mua na takon ta bëjmë bashkimin e madh të së djathtës brenda LDK-s. Dhe në këtë bashkim të madh të afrojmë gjithë njerëz të mirë të kësaj republike që e ndërprejnë këtë marrëzi institucionale të një partije dhe një individi që është i pangopur me pushtet dhe është i paaftë të bëjë minimalisht diskutim me palë të tjera me përfaqësuesit e popullit të tij. Edhe një herë, Vjosën nuk e deshtën, nuk e votuan. Besoj që populli i Kosovës do të ketë mendim ndryshe për këtë çështje. LDK-ja do të thejë procesin përgatitor për zgjedhjet e ardhshme, do të vijë me një listë shkëlqyeshme dhe me një alternativë serioze për stabilitetin institucional në fazën e ardhshme dhe le të shpresojmë të punojmë gjithë bashkërisht me qytetarët e Kosovës që kemi institucione stabile që pas pothuajse 15 muajve pengesa. Nuk ka rast në historinë e Kosovës dhe më besoni, s'do të ketë më, që një parti me 51% nuk arrin të krijojë stabilitet institucional për një çështje siç është çështja e presidentit, duke pasur kandidat, duke pasur mbështetje, duke pasur matematikisht zgjidhje, por duke mos pasur gjën e vetme, pra aftësinë për zgjidhje. Listën e shkëlqyer që thatë do ta bëni përgjigje të jashtëzakonshme, a do të jetë pjesë e asaj liste edhe Vjosa Osmani si kandidate e LDK-s për presidentin? Për këtë çështje, besoj që shumë shpejt do të flasim, sapo që kemi diçka konkrete, por unë jam i bindur se në qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta dojë. Dhe populli i Kosovës do të vendosë sa dëshiron Vjosa Osmani presidente të Republikës. Po tani mos ta donte LDK-ja, do ta propozonte si emër. Po gjasë edhe kandidate për kryeministre? Me siguri do të jetë dhe mund të jetë kandidate për presidente, po për këtë çështje në lejoni që diskutojmë të, meqenëse s'është subjekti sotëm prezent këtu, nuk është as korrekte, do ta pyesni atë. Ajo çfarë do të bëjmë ne si LDK, është do të bëjmë bashkimin e madh të së djathtës brenda LDK-s, për të dhënë një alternativë serioze për vendin, por mos pasur skena si sonte çfarë i pam, por mos pasur tentim qartë që përkundër mungesës të quorumit nis procesi votimi dhe kështu provohet përmbysja e rendit kushtetues. Unë mendoj që këto gjëra duhet vinë në një fond të përhershëm dhe
vendi, Republika e Kosovës nis një seriozitet institucional çfarë duhet ta ketë dhe i takon ta ketë këtij vendi të ri e demokratik. Zoti Atigjiku, fillojmë nga e fundit. Zoti Kurti nga hapësirat e presidencës në një konferencë bashku me zonën Rushiti, ai ju quajti jo shtetëror dhe jo institucionalist në mungesë të juaj në seancën për zgjedhjen e presidentit. Si përgjigjeni kësaj dhe si do të arsyetoni gjatë fushatës që i keni bojkotuar seancën për zgjedhjen e presidentit? Ne nuk kemi as qasje, as mendësi jo shtetërore, përkundrazi kemi një njeri i cili ka treguar dhe dëshmuar me çdo veprim të vetin politik dhe ekzistencial në qeverisje që është në gjendje të përmbysë gjithçka, edhe Kushtetutën edhe rendin demokratik të Kosovës, por në anën tjetër mos harroni LDK mund të jetë makineri votuese për ambicjet e Albin Kurtit. Pra ne me 15 deputet nuk mund të japim diçka që Zotit Kurti si ka dhënë as populli i Kosovës. Që një parti të ketë gjitha institucionet e veta në kontroll vet, kjo s'është as demokratike, as bindje ideologjike lidhës demokratike të Kosovës, prandaj konsideroj që është akt patriotik i secili qytetar të Kosovës të punojë për një demokraci përfaqësuese të popullit vet, komfort vullnet politik shpërfaqur nga qytetarët e vendit. Ne kemi refuzuar dhe refuzojmë të bëjmë quorumin për të realizuar Zoti Kurti një projekt të tij që as e kuptojmë, por që në thelb tregon edhe mungesën e ngopjes politike të tij, por edhe paaftësinë për të thequr. Shqiptoni, një njeri që ka 51% vërtet, që shpërdoron kaq shumë vullnetin qytetar, është e pakuptim të krijojë një situatë të tillë na dërgojë edhe njerëz dhe kur i ka pasur gjitha. Pra, së paku ai ka pasur një parti politike që i ka shkuar në takime, ka dëgjuar me kujdes. Ka qenë gatshme për kandidat konsensual në fillim, cili nuk arriti ta prezantoj. Më pas kërkoi 3 emra nga LDK-ja. Ne thamë s'kemi nevojë për 3 emra, sepse kjo garë nuk është kompromis, dham një emër. Më pas i kërkoi nënshkrimet, i prezantuam nënshkrimet, dhe në fund kërkoi që kandidati i LDK-s të bëhet pjesë e garës së 2 kandidatëve. Për një president që tashmë kishte votat që si thaj janë 63 për atë. Tani nuk kemi kandidat që Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ta zgjedh presidentin, por ne kemi pasur një kandidat serioz për presidentin e vendit, edhe këtë kandidat me siguri që populli i Kosovës do ta vlerësojë. Pas këtyre akuzave dhe kundër akuzave që po shohim me sysh si LDK dhe Lëvizjes Vetëvendosje, a shihni ndonjë mundësi bashkëpunimi të çfarëdo natyre pas procesit të ardhshëm zgjedhor, qoftë ndonjë koalicion të mundshëm qeveritar ose edhe për çështjen e presidentit? Por besë me konferencat e sotme, me gjuhën e sotme politike, veç një gjë është e qartë. Në Shqip e thonë ra ky mort e i pam, për Kosovën ky mort ka ekzistuar tash sa kohë. Fatkeqësisht po duhet të shohim edhe një herë për kuptuar se sa i vështirë është ky bashkëpunim. Pra si mund bashkëpunosh me dikë që hedh helm e vërerë kundër partive politike të gjithave për arsye se i dën gjitha pozitat për vete. Por Zoti Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje do t'i shpjegojnë popullit të Kosovës se pse nuk patën gatishmëri të votojnë, jo ta bëjnë pjesë të garës Vjosa Osmani. E fundit. Partitë të tjera, të cilat tani kanë qenë në opozitë, për shkak që është parë që një opozitë paksa e përçar, jo shumë unifikuese për ta zgjidhur këtë. Opozita është funksion cilin të ushtron këtë institucion këtu. Partitë politike janë ndara, kanë programe ndryshme, orientime ndryshme, ndoshta kanë qenë mirë dhe partitë tjera të propozojnë kandidatë të tyre. Ne pra besojmë se kandidati ynë ka qenë më i miri. Pra besojmë që kandidati ynë ka qenë jo vetëm dallueshëm më i miri se të tjerët, por që do të gëzonte edhe mbështetje më të madhe qytetarëve. Dhe jam i bindur që qytetarët do ta vlerësojnë kandidatin tonë më së miri se gjithkusht tjetër. Ju faleminderit edhe një herë për punën e jashtëzakonshme që e bani. Natën e mirë. Grazie.
Edhe ora I kështë qytet konferencë.